Ata asnjëherë nuk e ndalonin njëri tjetrin të bënin vepra të këqija. Sa të shëmtuara ishin veprat që ata bënin. Ti e sheh se shumë prej tyre I marrin për miq të ngushtë jo besimtarët. Me të vërtet, e keqe është ajo që I përgatisin ata vetes, nga se Allahu është I zëmbëruar me ta dhe ashtu do të mbesin në dënim përjetësisht. Sikur ata ti besonin Allahut, profetit, dhe asaj që I është shpallur atij, kur nuk do t'i merrnin jo besimtarët për miq. Por shumica prej tyre janë të pabindur. Me siguri do të vëres se armiqt më të ashpër të besimtarëve janë jehudët dhe idhujtarët, ndërsa do t'i gjeni më të afërt si miq ata që thonë: ne jemi të krishterë. Kjo ndodh për shkak se ndër ta ka priftërinj të dhënë pas dijes dhe moriq të përkushtuar në adhurim, të cilët nuk janë krye lartë. Kur dëgjojnë Kur'anin që është zbritur të dërguarit, ka sy të rrjedhin lot, ka se e kuptuan të vërtetën dhe thonë: o Zoti ynë, ne besojmë, prandaj na shëno edhe ne me dëshmitarët e tu. E përse të mos besojmë Allahun dhe të vërtetën që na ka ardhur, duke shpresuar se edhe ne, Zoti ynë, do të na çojë në xhenet bashkë me njerëzit e mirë. Për fjalët e tyre që thanë, Allahu do t'i shpërblej me kopshte, në për të cilat rrjedhin lumenj, dhe aty do të qëndrojnë për gjithmonë. Ky pra është shpërblimi I punë mirëve. Ndërsa ata që munguan dhe I përgënjeshtruan argumentet tona, do të jenë banor të zjarrit. O ju që keni besuar, mos ja ndaloni vetes gjërat e mira, të cilat Allahu ju a ka lejuar, dhe mos I kaloni kufijt. Me të vërtet, Allahu nuk I do ata që I kalojnë kufijt. Hani nga të lejuarat e të mirat që Allahu ju ka furnizuar, dhe kini frikë Allahun, të cilit I keni besuar. Allahu nuk ju ndëshkon për betimet tuaja të paqëllimshme, por ju ndëshkon për betimin e bërë me qëllim. Për ta shlyer thyerjen e një betimi me qëllim, duhet të ushqeni 10 të varfër me një ushqim mesatar si për familjen tuaj. Apo ti vishni ata, ose të lironi një rob. E kush nuk ka mundësi për këto, le ta agjeroj 3 ditë. Kjo është shlyerja për thyrjen e betimeve tuaja. Prandaj, ruajeni betimet tuaja. Kështu ju a shpjegon Allahu shpalljet që të falenderoni. O ju që keni besuar, nuk ka dyshim se pijet alkolike, bigjozi, idhuj dhe shigjetat e fallit janë vepra të ndyra të djallit. Prandaj, largohuni prej tyre që të shpëtoni. Me të vërtet, djalli me pijet alkolike dhe me bigjozin kërkojnë që të fusë midis jush armiqësi e urrejtje dhe t'ju largoj nga përmendja e Allahut dhe nga falja. Pra, apo I jepni fund, binduni Allahut dhe binduni të dërguarit. Kini kujdes mos kundërshtoni, por nëse refuzoni, atëherë dijeni se I dërguari ka për detyrë vetëm t'ua përçojë mesazhin e qartë. Nuk ka mëkat për ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira për atë që kanë ngrënë të kaluar. Nëse kanë qenë të ruajtur nga të ndaluarat, kanë besuar dhe bërë vepra të mira. Pastaj ruajnë edhe nga të ndaluarat që më parë ishin të lejuara dhe besojnë e vazhdimisht të ruajnë dhe bëjnë vepra të mira. Kështu Allahu I do punë mirët. O ju që keni besuar, Allahu do t'ju sprovoj me ndalim nga një gjuhë e Tij, që arrijnë duart dhe shigjetat tuaja, për t'u dalluar tek Allahu se kush I friksohet atij në vetmi, pa u parë nga të tjerët. E kushdo që I kalon kufijt pas kësaj, do të ketë dënim të dhimbshëm. O ju që keni besuar, mos gjuani duke qenë I ihram për haxh apo umre. Kushdo që e vret gjau me paramendim, si dënim duhet të therrë si kurban në Qabe, një kafshë shtëpiake të ngrënshme të ngjashme me kafshën që ai ka vrarë, sipas vlerësimit të 2 njerëzve të drejtë midis jush.
O se për të shlyrë mëkatin, të ushqejt disa të varfër, apo të agjerojnë atë mas. Kështu që ta ndjejnë dëshkimin për mëkatin e bërë.